Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës, ku sot do të flasim për një temë tjetër, e cila ka të bëjë me politikën, por megjithatë do të flasim për një shqiptar i cili rikandidon në Asamblenë e Tyrihut. Do të flasim për zgjedhjet se si do të jenë atje, për integrimin e shqiptarëve, kështu me radhë. Nder dhe kënaqësi që në studion tonë të na nderojmë me praninë e tij, Gataf Muharemi, pra kandidat për Asamblenë e Tyrihut. Përshëndetje, mirë se erdhat. Mirë se gjeta dhe shumë faleminderit edhe për mundësinë e tretë që po ma jepni në emisionin tuaj. Faleminderit. Radhën e parë isha për kandidimin tim të parë, herën e dytë kemi folur më shumë për çështjen e zgjedhjeve këtu në Maqedoni, tash për rikandidimin tim. Rikandidimin tuaj. Ju, domethënë, keni qenë për ta bërë dije për shikuesit, një herë i kandiduar dhe keni fituar në fakt në Asamblenë e Tyrihut. Tani ky është mandati i dytë të cilin ju dëshironi që përsëri ta fitoni. Po saktë para 4 viteve ishte, do thonë, kandidimi im i parë ose përpjekja për të bërë pjesë e Asamblesë qytetit Tyrihut, edhe fatmirësisht arrita të marr votat e nevojshme që të bëhem pjesë e asamblesë, edhe si më duket kjo koha kaloi shumë më shpejt se sa që kisha menduar. Tash 4 vite pas vim në momentin ku flasim për atë që shkoi edhe çfarë ka e ardhmen. Të flasim pak për atë që shkoi që përmendet ju. Pra, çfarë konkretisht keni bërë për shqiptarët gjatë mandatit të kaluar? A ka ndonjë shembull të caktuar që keni ndikuar për të mirat e shqiptarëve në Zvicër? Po, realisht, natyrisht ne si shqiptar që jetojmë atje dhe angazhohemi aktiv në politikën, qoftë ato nacionale apo lokale, nuk është se primare e kemi angazhimin ton vetëm për komunitetin ton. Po natyrisht që komunitetin ton jonë luan një rol shumë të rëndësishëm që ne ta përfaqësojmë si duhet brenda çdo institucioni ku jemi ne prezent. Nëse shkojmë tani flasim vetëm për çështjet që kanë bënë me shqiptarët, ka pasur disa nga ato, po do mundohem vetëm një 2 t'i përmendi që janë për mendimin tim shumë të rëndësishme për t'i përmendur. Nëse jeni në dieni, në Zvicër mbahet një ndër festivalet më të mëdha të komuniteteve të cilët jetojnë atje, është komuniteti shqiptare, ka festivali më të madh që mbahet në Zvicër, dhe gjatë fillimeve të saja ky festival apo organizatorët kishin probleme për çështjen e vendit realisht, ku të mbahet festivali, dhe çdo vit u dash të shkonin në komunë, të kërkonin leje, herë komuna jepte përgjigje pozitive, herë negative, dhe si rezultati i kësaj vlen të përmendet që në Asamblenë tani komunale të qytetit ku jemi në Cyri, nuk jam i vetmi unë, jemi 3 shqiptarë, domethënë, edhe ne 3 shqiptarët u bëm bashkë dhe morëm iniciativën që nëpërmjet një farë rregullore që kjo çështja e vendit të festivalit të rregullohet nga komuna përkatëse. Si rezultat e kësaj, ne arritëm të bindim edhe jo vetëm parti tjera, por edhe tjerët në Asamblenë e qytetit, dhe kjo pastaj sot në ditët që flasim, edhe me vitin e kaluar, vendi është caktuar, vendi është dhënë, dhe prej tash këtje nuk kanë ata më probleme që të kërkojnë çdo vit se ku ta mbajmë, a do të na jepet leja apo jo, domethënë kjo ekziston. Një shembull i cili tregon për shembull atë si thua punën të cilën e bëjmë ne për brenda komunës, edhe për komunitetit të cilët i takojmë, këtë rast shqiptar. Një rast tjetër që vlen po ashtu të përmendet, që ka të bëjë jo drejt për drejt me shqiptarët në Zvicër, po edhe si ulisi që jemi ne ndërmjet politikës zvicrane, si thuash, edhe politikave në shtetet nga vim ne, si Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të tjerët. Para 2 viteve, nëse s'gaboj, ishim me një grup asamblejistës të qytetit Siriut në Prishtinë, shqiptarë, zvicran dhe komunitetet tjera të cilët janë pjesë asamblesë. Ky grup patëm disa takime atje, dhe ndër këto takime arritëm që me kryetarin e komunës Prishtinës të kishim shkëmbime, ideshë kështu me radhë, dhe si rrjedhoi një ndër problematikat cilët kishte Prishtina ishte çështja e kamioneve për mbedurinat. Kishin shumë pak, nuk arrishin dot për shkak të buxhetit kishin më shumë, dhe gjatë diskutimeve aty nuk është se ram dakord për diçka, por kur u kthyem prapë në Zvicër, ulshim ne natyrisht se përveç se je aktiv politikisht edhe ndoshta edhe parti tjera, jemi edhe të shoqëruar me njëri tjetrin, pavarësisht
partisë cilës i takojmë. Gjatë diskutimeve arritëm që të përpilojmë edhe aty një farë propozim ideje edhe ta hedhim votim në Asamblenë e Qytetit që çdo kamion i cili del jashtë përdorimit nga qyteti Çiriut për mbeturinat është i përdorueshëm në vazhdim të jepet falas qytetit Prishtinës. Edhe kjo për shembull tregon një diçka e cila tashmë është në implementim sipër kjo çështje. Edhe para ca muajsh ishim atje për të filluar tani më dërgimin e këtyre kamionëve. Dhe kjo tregon, në rastet të cilët pse është i rëndësishëm edhe përfaqësimi i shqiptarëve në ato dhe ato se çfarë bëjmë ne edhe për shqiptarët përveç se angazhohemi edhe për politikën natyrisht shqiptare për atë çfarë jemi aty. Jeni të thirrur. Megjithatë Qyrihu është një metropol. Çfarë mund t'ju ofroni më shumë ju si asambleist ndryshe nga kandidatët tuaj këtij vendi, domethënë? Po, çfarë do të votojnë juve në forme? Po, saktë. Është shumë pyetje me vend se zakonisht të pyetje bën pse ju e jo dikush tjetër. Domethënë çfarë dallon nga kandidati tjetër? Tamam, ajo do mundohem kështu në disa pika të shkurta të tregoj atë aktivitetin dhe punën time gjatë këtyre 4 viteve, por shumë shkurt për shkak se mund ta marrë tepër kohë, edhe pse për shembull duhet të rivotohem në kuptimin e asaj edhe të rizgjidhem në Asamblenë e Qytetit. Gjatë gjithë angazhimit tim edhe përpara se të isha asambleist, por edhe sot jam munduar që të jem zëri i atyre të cilët më së paki merren parasysh nga politika. Duket shumë e vrasë si thënie kjo, po fatkeqësisht edhe në shtetet perëndimore politika ka këtë kalkulimin e numrave. Dhe zakonisht shifet gjithmonë cili grupacion, pavarësisht se kush janë ato, të përfaqësohen më shumë dhe të ketë fokus për ato, një farë lobby për brenda politikës. Kjo më ka bërë që gjithmonë të mendoj se pse njerëzit cilët janë më pak zëshëm nuk janë edhe të përfaqësuar. Tani si rjedhoj kësaj jam marrë më shumë me politika sociale edhe jam munduar pikërisht këtyre të cilët nuk kanë pas zë t'ju jap një zë brenda asamblesë edhe qytetit aty. Unë mund mbaj shembuj ose një ndër shembujt për cilët jam angazhuar më së shumti e kam vërejtur që komuniteti apo njerëzit të cilët kanë autizëm kanë qenë tepër pak të përfaqësuar brenda politikës ose kanë qenë shumë pak në fokus të politikës. Edhe kjo është bërë një temë vete, pastaj për cilën unë jam angazhuar gjatë gjithë kohës. Së fundmi, sot jemi këtu, po pardje në seancën e fundit që e patëm para pushimeve në Cyri, ishte edhe një propozim ide nga partia tjetër që kishte të bëje me fëmijët të cilët janë të smur rënd, si thuash, dhe ato nuk kishin për shembull një mundësi për si thuash për t'u parë ose për t'u edhe në këtë rast e mbështeta në mënyrë bindse këtë ide, por arrita që edhe brenda partisë ku veproj unë që të bindi natyrisht edhe pjesën tjetër që ta votojnë një propozim të tillë. Dhe kështu në fund them që realisht unë asnjëherë nuk e kam parë veten si politikan, më shumë si aktivist edhe si një farë misioni për brenda politikës, sesa si politikan. Ajo që pse duhet të votoj njerëzit, mendoj është se duhet të vazhdoj të ju jap zë pikërisht këtyre njerëzve, të cilët shumë pak dëgjohen, shumë pak përfaqësohen dhe tepër pak është fokusi drejt këtyre. Për këtë arsye besoj edhe mendoj që e meritoj edhe një mandat tjetër, por në fund ditës do vetosin votuesit kanë qenë të kënaqur për këto 4 vite sa kam qenë aktiv në Asamblenë e Qytetit. Si është forma e kampanjës ose e promovimit të kandidatit? Kam përshtypjen që dallon shumë nga fushatat zgjedhore këtu tek ne. Po dallojnë, këtu zakonisht bën si thuash fushata ose tubimet mëdhaja ku thirrën njerëzit, ka aktivitete në kuptimin e asaj sa më shumë njerëz aq më mirë duket. Kjo nuk preferohet dhe nuk përdoret në Zvicër si mjet e bërjes fushatës.
atje është fushata shumë më direkte, domethënë me popullin, me njerëzit, dhe ne kemi vende të caktuara, për shembull nëpër qytet apo nëpër zona ku kandidojmë, dhe dalim aty, flasim me njerëzit, shpërndajmë idetë tona, tregojmë se për çfarë angazhohemi, dhe domethënë komunikimi direkt, pa masa të mëdha, por një farë komunikimi direkt, dhe natyrisht edhe në emissione siç organizohen edhe këtu kur ka kandidat për zgjedhjet. Në fakt, sa është numri i votave që duhet të arrini ju për të fituar mandatin e radhës? Po, tani është kështu. Edhe këtu në Maqedoni njihet që është e ndarë nëpër zona, domethënë ka zona, këtu janë 6 zona nëse s'ka boj. Edhe në Zvicër është pak a shumë e njëjta gjë, dhe unë i takoj një zone, është 12 për ta përmendur mbase dikush mund të jetë edhe mund ta ndjek këtë emision nga ajo zonë. Jam nga zona 12 e qytetit. Zona 12 për shembull është një ndër zonat e cila nuk ka shumë votues, është një zonë më e vogël nga të tjera. Dhe tani gjithmonë dallon nga zona prej zonës edhe numri i cilët duhet ta marrish. Në zonën ku jam unë, natyrisht varet kjo edhe nga përqindja të cilën do marr partia në fund të mandatit, domethënë në fund të zgjedhjeve realisht. Po nëse bëjmë një llogaritje kështu pak a shumë, diku nga 1600 deri në 1700 vota i kam të nevojshme për të rizgjedhur prapë. Por cilat duhet të jenë kushtet që votuesit duhet t'i plotësojnë për të votuar, në fakt për të votuar në përgjithësi? Po është shumë e thjeshtë kjo, realisht duhet të jesh në shteta si Zvicrës. Domethënë nëse nuk e ke në shtësinë zvicrane, atëherë është e pamundur dhe nuk mund votojsh. Realisht ata të cilët kanë drejt vote e marrin fletvotimin me post në shtëpi. Kush nuk e merr, nuk ka drejt vote, domethënë është pak a shumë e qartësuar kjo si konkrete. Ju vini nga Partia Socialdemokrate apo jo? Tamam, po. Dua të flasim pak edhe për integrimin e shqiptarëve në Zvicër. Çështja e integrimit ka qenë një ndër temat e shumë folura gjatë të gjithë kohës. A mund të themi që integrimi i shqiptarëve në sistemin zvicerian tashmë është një temë e mbyllur? Unë besoj që nuk mund të them që është një temë e mbyllur, po integrimi i shqiptarëve është tepër shumë i avancuar. Këtë mund ta them me plot bindje, sepse sot nuk mund ta mendojsh ose imagjinosh një pozicion në Zvicër, çfarëdo lloj profesioni apo edhe në politik që nuk ka një shqiptar aty. Dhe sidomos gjeneratat e dyta dhe treta të cilët jetojnë në Zvicër kanë arritur që të integrohen bukur mirë atje, të marrin pozita ndryshme, por janë edhe si thua punëtor të zellshëm në profesionet e tyre. Dhe si rezultati i kësaj nuk besoj që është i mbyllur, ka nevojë që të vazhdojmë drejt integrimit si duhet, që mos arrijmë në asimilim, por të integrohemi si duhet, po jemi avancuar tepër shumë nëse bëjmë një llogaritje para 5 ose 10 viteve. Kam përshtypjen që në Zvicër janë më të integruar shqiptarët se në të gjitha vendet tjera europiane. Tani jam munduar edhe unë këtë çështje ta shoh dhe pse ndodh kjo realisht. Sistemi i cili përdoret në Zvicër demokratik të jep një mundësi më të madhe se sa ndoshta sistemet tjera në vende tjera, qoftë evropiane ose botërore. Dhe në anën tjetër, Zvicra, edhe pse nga shumë aspekte njihet si një ndër shtetet me ligje tepër trepta ndaj të huajve, ajo përbrenda demokracisë të vetë, e cila është demokracia direkte, të jep mundësinë që ti të integrohesh, përmbas të rregullave të cilat ato i kanë nxjerrë paraprakisht. Dhe si rrjedhoi kësaj, unë besoj që ky është një faktor. Dhe i dyti, partia me të cilën kandidoj edhe unë, Partia Socialdemokrate, si në nivel nacional partia e dytë më e madhe në vend, është duke bërë edhe ka bërë gjithmonë një fushat tepër të mirë sa i përket integrimit të huajve të cilët jetojnë në Zvicër, jo vetëm shqiptarëve në këtë rast. Dhe kjo ka bërë për shembull kur një parti politike e cila është e dita më e madhe në Zvicër, angazhohet aktivisht për integrimin e komuniteteve tjera brenda saj, me automatizëm të jep edhe mundësinë për një integrim më të mirëfillt brenda shtetit. Nga asambleist në Tyri deri në qeverinë zviceriane, është një rrugë mbase e gjatë, por jo e pamundur. A keni ambicie për në ekzekutiv? Është një pyetje tepër shumë interesante dhe nëse e ndajtash këtë pyetje në dy pjesë nga jo është e mundur apo s'është e mundur,
përmenda partisë cilës kandidoj unë, kanë treguar raste konkrete të cilët një gjë e tillë është e mundur. Ne kemi rastin e një kolegu tim i cili paraprakisht ishte në asamblen ku jam edhe unë tash dhe para 2 viteve kandidoi për nivelin nacional dhe është zgjedhur si deputet nacional. Është Islam Alija, mund ta përmend dhe me emër nga Gjakova e Kosovës. Dhe kjo tregon që një gjë e tillë është e mundur, nuk është e pamundur, natyrisht që duhet angazhim, duhet punë, duhet përpjekje, se gara nuk është edhe e thjesht, ti duhet të konkurosh njëjtë si gjithë tjerët, jo vetëm se je nga një komunitet i caktuar apo vetëm se pse je, si thua, nuk je zvicran do të jepet një përparësi më e madhe, nuk është kështu, ti duhet të jesh po aq i aftë sa edhe të tjerët. Kështu që mundësia ekziston. Tani nëse marr veten konkretisht, nuk jam akoma i sigurt. Nuk mund të them sot që jo, por nuk mund të them as edhe një po të qartë për momentin, sepse jam i fokusuar sidomos në këtë angazhimin për asamblen dhe më tutje të shohim çfarë na sjell koha. Përmendet një shqiptar të inkuadruar në politikën zviceriane, por megjithatë do të thotë ka shqiptarë që janë të inkuadruar në jetën politike në Zvicër. Si është komunikimi dhe bashkëpunimi juaj mes veti? Po, domethënë përmenda vetëm një shembull, por nuk është i vetmi realisht, po ka shumë të tjerë, domethënë edhe kjo çështja e decentralizimit të shtetit për shkak të kantoneve dhe kështu, për shembull mund ta marrë edhe një shembull tjetër ku në Lucern është ministre, nëse s'gaboj, e brendshme e policisë e kështu me radh, Ilfete Fanaj, po ashtu nga partia ku jam unë, ka shqiptar gjithandej. Dhe komunikimi, pavarësisht se cilës parti politike i takojnë, një pjesë e madhe është në Partinë Social-Demokrate, kjo duhet thuhet, po ka edhe shqiptarë tjerë në për parti tjera, si të liberalët. Unë mund marrë një shembull konkret që është, ne kemi Përparim Avdilin, është tani edhe kandidat për kryetar komune në Cyri, në këto zgjedhjet e 8 marsit, dhe ne kemi një komunikim të shkëlqyeshëm ndërmjet vete. Edhe pse ideologjikisht dhe politikisht në shumë tema nuk pajtohemi, por komunikimi mes nesh ekziston. Dhe kjo është e mira asaj që ne njëri tjetrin i ndihmojmë sa i përket avancimit në çfarëdo fushë që të jetë kjo. Edhe në politikë ekziston kjo mundësi. Ne çdo të mërkuri kemi këto mbledhjet ose seancat e asamblesë dhe aty natyrisht ko pauze ose kur mbarojnë seancat, takohemi edhe me tjerët, cilët nuk i takojnë partisë ku jam unë, edhe në këtë rast edhe partitë tjera dhe flasim që është krejt normale. A ekzistojnë në Zvicër rryma gjathtiste që përmes referendumeve atje përpiqen të minojnë të drejtat e të huajve. Çfarë ju thoni ju këtyre forcave? Po, realisht nuk ekzistojnë, ka një parti politike e cila është, si thuash, mos them ekstrem i djathtë, por është shumë e djathtë dhe natyrisht nëpërmjet të referendumeve ka pasur shpesh tentativa për të minuar të drejtat e komuniteteve cilët jetojnë atje. Po, ajo që ju themi ne, sidomos ne komunitetet, në bazë të asaj se sa të integruar jemi ne, se si jemi të avancuar atje, si angazhohemi dhe punojmë për vendin, është përgjigja më e mirë që mund të jepet atyre. Nuk kemi nevojë që të futemi në debate, si thuash, të kota, por vetëm mbas punës, angazhimit dhe integrimit cilit e bëjmë ne, ju japim përgjigjen më të mirë të mundshme atyre. Shpesh këto parti politike, cilët shkojnë në ekstreme, tani mund marrë si ekstremin e djathtë apo të majtë, janë më shumë populiste se sa që kanë bëjnë me çështje reale rreth temave të cilët i preokupojnë njerëzit në cilin vend do ato. Prandaj përgjigja ime ndaj tyre është integrimi jonë dhe angazhimi për vendin ku jetojmë dhe për njerëzit atë cilët i përfaqësojmë. Pse politikanët në Zvicër, madje edhe në poste drejtuese, si që janë kryeministri apo edhe presidenti, nuk janë të njohur në aspektin global? Çfarë e bën të veçantë politikën zviceriane sipas jush? Po tani, njihet që Zvicra është një shtet i cili në nivelin global e ka këtë pozicionin e neutralitetit, si thuash, që nuk, edhe pse unë nuk besoj shumë këtë pjesë, po nga jashtë shifet kështu dhe një pjesë
si thuash, bukur të mire bëjnë në këtë aspekt. Ajo që vlen të theksohet, sepse nuk janë shumë të njohur, edhe në nivelin global, është kjo angazhimi rreth temave e jo rreth çështjeve të mëdha për të dukur. Politikanët, zakonisht të cilët përfaqësojnë shtetin e Zvicrës, janë shumë të fokusuar në atë se cila temë është e rëndësishme dhe mund të jetë pozitive dhe për shtetin e tyre. Dhe kur angazhoheshin bazë temave, e jo, si thuash, në aspektin që dalë unë aty të dukem edhe të jem qendrën e vëmendjes, i e pak në hijet e tjerëve. Dhe natyrisht, nuk është se Zvicra ka një rol tepër të madh në nivelin botror, s'është një shtet shumë i vogël ajo. Për veten e vet është tepër shumë e avancuar, e siguruar, edhe në çështjen ekonomike është tepër mirë dhe stabile. Kur i marrim për shembull tash sfundmi ka dalë lista e shteteve e qyteteve në fakt më të përparuara, më të avancuara, por edhe më të shtrenjta në botë, nëse i merr 6 paret janë qytetet e Zvicrës, duke filluar nga Ciriu e kështu me radhë. Dhe unë besoj se pikërisht kjo e bën ose e lën në hije politikanin zvicran që mos duket shumë në nivel botror, por ama duhet theksuar se ndikimi i tyre nuk është edhe jo i vogël. Ka një ndikim shumë madh, sidomos kur vin për çështje të konflikteve të mëdha, aty japin një kontribut bukur të mirë që të vi deri te një situatë paqe ose një përparim të situatës për të mirë. Megjithatë, meqense se po rikandidoheni, kemi folur në emisionin e kaluar për veprimtarin tuaj, por në pika të shkurta të përmendim pak dhe biografinë tuaj, pra një kandidat, një shqiptar i cili kandidon në Asamblenë e Tyrihut, që për shqiptarët është një mburje shumë e madhe. Çfarë biografie ka? Po, realisht e kemi përmendur, siç e tha edhe vetë në emisionin tjetër, po të e them përsëri, unë realisht në moshën 14 vjeçare, do thënë vi nga një fshat i rrethit e Tovës, që është fshati Pallçish, dhe kam emigruar ose jam bashkangjitur të them prindëve të mi të cilët jetonin me kohë atje. Dhe natyrisht ato fillimet e para ishin tepër të rënda, sepse në një moshë 14 vjeçare nuk është edhe lehtë të adaptohesh me rregullat të cilët ishin shumë ndryshe nga ato që i njiha më përpara, si thosh me një mentalitet komplet tjetër nga ajo që njihja, dhe vështirësia tjetër ishte natyrisht gjuha të cilën nuk e njihje. Ishte pak problematike, por këtu dua të them edhe fal prindëve të mi, të cilët asnjëherë nuk u dorëzuan përpara kësaj, më dhanë mundësinë që unë të vazhdoja edhe shkollimin atje duke përfunduar shkencat politike dhe duke angazhuar në shumë fusha të ndryshme. Kështu që paga shumë në pika tepër të shkurtra, siç e thash tash, është kjo biografia ime, me të cilën unë, nëse ju do më kishit pyetur para them 20 viteve, a do isha ku jam sot këtu, mbase as nuk do kisha ndruar, jo ta mendoja që të ishte një realitet i cilin e kemi sot. Do sigurisht që keni edhe profesionin tuaj, ka shi edhe politikës. Çfarë ju shtiu që të merreni me politikë në Zvicër? Po tani, janë dy çështje. E para është kjo puna e angazhimit tim politik dhe studimeve për shkenca politike. Dhe natyrisht me automatizëm, don ose nuk don, ti bëhesh pjesë e çështjeve politike. Por vlen të theksohet që para se të futesh aktiv në politikë, isha pjesë e disa, do të thonë jo të njëjtën kohë, po me radh të organizatave jo qeveritare dhe humanitare. Dhe shpesh kishe ato prekje, si thuash, me politikën drejt për drejt, për t'i avancuar temat të cilët i ngrisnin si shoqata humanitare, si ato jo qeveritare. Dhe në kontakt me njerëzit gjithnjë më shumë arrish të bëhesh pjesë e asaj, ku pastaj çështja tjetër është pastaj edhe çështje fati, jo vetëm, natyrisht që duhet edhe angazhimi, po te pjesa e votimit është edhe fat. Në profesion, unë, domethënë përveç se kam përfunduar shkenca politike, punoj te transporti publik i qytetit aty, ku jam në një detyrë udhëheqëse, domethënë ku udhëheqin një grup të caktuar personave të cilët punojnë aty, edhe po ashtu jap mësim e cila ka të bëje me çështjen e transportit publik që përgjithësi.
përveç politikës, jam fokusuar edhe te transporti publik si profesion dhe si një temë e cila është më e veçantë nga tjerat, edhe pse është edhe ajo pjesë e politikës. Mendoni që ndonjëherë të riktheheni në vendlindje dhe të kontribuoni këtu mbase me përvojat e juaja nga Zvicra, të riktheheni edhe në vendin tonë? Është pyetje shpesh e kam menduar edhe me vetveten, ta them kështu sinqerisht. Nganjëherë janë edhe rrethanat të cilët të imponohen që ti të marrësh një vendim ose jo. Nuk mund të them që jo, por nuk mund të them asnjë po. Ajo që mund të them është se shpesh e mendoj dhe angazhohem që një ditë mbase të bëhem pjesë e një çfarëdo lloj forme angazhimit tim edhe në vendlindje. Ndoshta jo për një herë 100% si thuash, po mbase me fas ku pastaj mund të kyçesh për 1%. Është si ide, nuk mund ta them që nuk është si ide, nuk ekziston kështu fare. Bile, nëse do kisha ndaj këtë pojën dhe jon në përqindje, jemi diku në 60 dhe 40. Domethënë 60% janë po për të bërë këtë dhe 40 e joja. Shumë e bukur. Megjithëse një ndër problematikat kryesore në shoqërinë tonë është edhe emigrimi i të rinjve jashtë vendit, kështu që për të rikthyer dhe për të kontribuar këtu tek ne për shoqërinë tonë do të ishte shumë e mirëpritur. Cilat ishte porosia juaj për në fund, mbase në aspektin e asaj se duhet që votojnë juve shqiptarët, më çfarë date duhet të jenë votimet të zgjedhjet në Zvicër e kështu me radhë? Po, atëherë është, domethënë zgjedhjet janë me 8 mars. Domethënë 8 mars është dita e fundit e zgjedhjeve. Po këtu vlet të theksohet se për shembull në Zvicër është një farë formë tjetër e votimit, votimi me post. Dhe tani nga e hëna që bie data 9 deri me datë 11, ta shënojnë gjithë ato cilë ndoshta ndjekin emisionin, do vinë flet votimet nëpërmjet postës te secili i cili ka të drejtë vote. Dhe nga kjo datë ose nga ky moment kanë 3 javë kohë që të votojnë. Nëse nuk arrin brenda 3 javëve të bëjnë votimin, atëherë duhet të shkojnë te vendvotimi me datën 8 mars. Dhe unë i kisha lutur gjithë shqiptarët, sidomos shqiptarët, të cilët kanë drejt vote, masivisht të votojnë për shqiptarët. Natyrisht kërkoj votën edhe që të më japin edhe mua, por asnjëherë fal edhe formës së votimit i cili është i mundur në Zvicër, ato mund të votojnë edhe mua edhe tjerët. Domethënë ka të drejtë të votojnë disa kandidatë, kështu nëse kanë dilemën të votojnë mua apo një shqiptar tjetër, atë le të na votojnë 2-ve ose 3-ve. Kështu që e para punës është që dalin votim, të votojnë sa më shumë, edhe natyrisht nëse duan që zëri i tyre të dëgjohet edhe më shumë, atëherë edhe më mirë është që të votojnë shqiptarët, por nëse ka nga ato cilët i përmenda edhe më herët zëri atyre të cilëve dëgjohet shumë pak në fokusi politikës, atë le të votojnë mua. Dhe do isha shumë i gëzuar nëse do më jepin edhe një herë mundësinë të isha pjesë e asamblesë së Ciliut. Dhe të kontribuosh për shqiptarët atje. Gjithsesi. Unë ju falenderoj shumë që ndatë nga koha juaj për të na nderuar, ju uroj suksese dhe jam shumë e bindur që do të jeni sërish në këtë asamble të Ciliut tani si kandidat, por jam shumë e bindur që do të fitoni nga ajo që kemi parë nga herën e kaluar. Ju falenderoj edhe një herë që ishi pjesë e emisionit tonë dhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Të nderuar shikues, ishte edhe kjo pjesa me personalitetin edhe për ditën e sotme dhe kjo ishte e tëra e pasdites edhe për këtë të premte. Ne bashkë do të shihemi të hënën, ndërkaq ju paçi një fundjavë të bukur. Mirupafshim.